Zonja Iqbale mu pëmshryen shumë biseda me ty, po që ka fillu me na u bo vonë, a shkoj me përgatit syfyrin? Po. Zonja Iqbale të lumshin durt, sepse e ke bo një tavolin perfekte për syfyr. Ju voftë mirë, se na keni ardhur dhe një herë. Ju ndoqa me shumë vëmendje për gjatë kohës sa e keni përgatit krejt ushqimin. A jeni çdo herë kaq bashkëpunues me njëri tjetrin? Të thënë të drejtën, ky është më kuzhinier i mirë se sa une. Unë kështu veç kur duhet në herë për mysafir, po Luani ka dëshirë me gatu në kuzhinë. Pak bën rëmuj, po a di kur jam e zanë me, kështu që se kam problem që bën rëmuj, se i bën gjallnat më të mira. E gjatë muajt Ramazan, sa të ndihmon me përgatit ushqimin, për shkak që e dim që iftarin syfyrin, dhe ma një keni të ndame. Unë e kam më iftarin, kjo e përgatit syfyrin, sepse unë syfyr me zi qeli sytë me hangër, kështu që... Sa shpesh keni mysafir gjatë muajt Ramazan? Dhe më hanë, sa duhet me u praktiku kjo pjesa që duhet me pas mysafir gjatë iftarit? Mas mirë ti është një ditë po e një ditë po me pas. Po. Profeti Muhammed paqja qoftë mbi to, ai na ka preferu që të kemi mysafir. Mirë po, edhe kjo traditë është muslimane, nuk është islame. Tradita islame është çka të keti, buke kryp edhe ato mja qitë edhe mysafiri. Ndërka që natash duke u modernizu, i mushin sofrat me ushqim, mandej ai që ka kushtet pak ma të vështira, ai nuk mundet me të thirr ty për shembull për një iftar të bollëkshëm. Por në kulturën islame është, për shembull, jemi 4 motra, edhe ose 4 shoqe, sot po shkojmë te Genta. Po. Edhe te Genta, unë e marr mishin, tjetra e merr langun, tjetra e merr ato, edhe kështu pra iftaret islame. Pra të gjithë me hëngër bashku. Tregon pak zotëri Luan për raportin tënd me bashkëshorten. Mi thonë që viktimizohem, nuk viktimizohem. Se si që duhet me pas durim. Sepse vetmja gjallës në tokë është gruaja e cila të bën shtëpi, të bën familje, të bën burr. A është zonja Iqbale bashkëshortja ideale për ty? Valla edhe njerë tu kisha martu, prape kisha marrë këtu. Apo, a? Faleminderit. Edhe i ka të krejt prej zemrës, besoni. Jo, po i besoj. Pse është shakaxhi kështu ama? Jo, në momentin që të bëj pyetje serioze, unë përgjigje serioze pres. Po. Don't happy be world. Po më intereson shumë me ditë historinë dy jeni njoftu me njëri tjetrin. Sarajevo. Përbes, e kam pas motrën Sarajevo në shkollim. Kanë qenë shoqe me Iqbalën. Po. Edhe pas një kohë mora një letër të bardhë A4 dhe shkruajta dashura. Po pse unë jemi bashkë, njoftohemi, kalojmë mirë, kemi familje. Letrën e kum parfumos, kështu e kam. Ato po e kom pas kam harru. Detajes. Një laps kemik në gjyrë pink, roze. Që dhe zosht po vinë për me të ndëgjua, përshe dhe... Jo, si janë pula! Shiko, unë kam qenë Sarajeve dhe në Bosnë është normal qunat e ri me i pas shoqe shok. Po në Bosnë janë ato bosnjaket pak ma kështu ma të lira. Po normal, si shoqe. Po unë e dishëm që i ka pas disa shoqe, por shoqe. Po unë
ndajherë dyshojsha mos i ka kështu bashkë të dashura. Po edhe ky më ka pëlqyer mua për arsye se i pati pruja do pantolla me ja shkurtu e me ja kep se përpara s'ka pas rroba çeps. E ja dha motrës vet, e motra vet ta kur s'kom kep një jetën time. Thash bjeri mu se i qepi mirë. Edhe mandej i mora ato e kepa te komt. A kishte me dalë në takim? A e dyshove që me këpo dalë në takim? Po, e dyshova une, po thash këto une kom me marrë. Ta ndiu zamra? Ja. Edhe vjera jeme Rametlia, jo tha, une nuk du boshnjake, se une thash këta, une kom me marrë, s'ka kum hikë. Kjo ka qenë 19 vjeqarë, po shumë bre ka qenë i pashën. Apo, Një vitin riti dur, po to zot më merë mua, s'po muj më duru, më merë mua. Pëndo gjoj të shka mërë. O e grua dhe, unë jam kom budal të ku marë ty, se... Po, Këta i ka shaka. Unë ju falenderoj shumë që më pritët sonte në orë të vona në syfër. Ndohat syfyrin e parë me mu, unë nuk knaqqa shumë me juve, shijova shumë, po vroj që edhe ju keni kalu po kaq mirë. Nuk kisha thonë me iftof ma shumë ushqime, të kishim shiju syfyrin edhe një agjerim sa ma të letë. Për ndryshe, unë ju kam pregadit diçka si ushqimet Prizrenit, tyre i thojnë qofte kep, qësh kebre harova. Qep, sogan dolma. Sogan qofte. Se qofte me qep. Edhe paci i kam bërë, edhe pitën i bëj kështu të rrudhme, i thamë kësaj, këta kam mësuar Sarajev. Supën zakonisht i përdori supat i veti provoj, i bëj lloj-llojshme, nuk kam dëshirë me të bleme, se nuk më kënaq ajo që ka se bëj vetë. Kështu që mirë se na keni ardhë, edhe na boft mirë. Tjetër herë. Faleminderit shumë. Ju presim prap. Ju presim prap. Me Ramazanit të gjithë, dashamirëve. Edhe unë juroj të gjithëve egzofshim këtë muaj të Ramazanit sote për shumë mot, me shumë dashuri, respekt dhe devotshmëri në jetë.